Mirë se erdhët të dashur peshor në Letra Trefejnë. Jam Diana, do bëjmë leximin e radhës për ju. Që shihni, kam hapur 9 letra që të marrim sa më shumë mesazhe për ju. Dhe kur hedh kështu një sy në përgjithësi për letrat, është javë që flet për një ndryshim të madh të dashur peshor, se si i shikon njerëzit se si do t'i shikosh njerëzit dhe mundësitë që ke përpara. Në fillim gjithçka duket sikur ecën në favorin tënd, por gjatë javës kupton se jo çdo rrugë ja vlen të ndiqet. Dhe kjo është e mirë, absolutisht, që mos të bëjmë rrugë koti apo investime koti në persona, në projekte, në çfarëdo që të jetë, mos të harxojmë kohë. Do të duhet të zgjedhësh mes asaj që duket e mirë dhe asaj që është vërtet e mirë për ty. Në fund të javës del më qetë, më sigurt dhe me një plan shumë më të qartë. Javën po e hapi me mbretin e Arielit, ja ku është këtu, një nga letrat më të forta për stabilitetin dhe suksesin. Tregon se je në një pozicion ku mund të marrësh, të them, vendime të rëndësishme për financat, punën ose një projekt personal. Nëse ke punuar fort kohët e fundit, kjo javë fillon duke treguar se përpjekjet nuk kanë qenë të kota. Jo vetëm të kota, por që dikush mund të vlerësoj punën tënde ose të besoj një përgjegjësi më të madhe, do thotë në favorin e juaj. Dhe kjo pasohet menjëherë me asin e Arielit, të dashur peshor, që tregon që hap një derë të re. Mund të vijë një ofertë pune, një mundësi për të fituar më shumë, një kontratë ose një lajm që përmirëson gjendjen ekonomike tuaj. Shkoni ku është këtu plot flori, në mënyrë metaforike tregon një natyrë me begatshme këtu përreth. Pra, është një javë ku universi ose më saktë jeta të vendos përballë një shansi real peshore. Tani mbetet vetëm ta kapësh. Por menjëherë pas kësaj del 8 Rafaelit që thotë apo që të kujton diçka të rëndësishme. Është edhe nëse një mundësi duket e mirë, pyet e veten nëse të bën vërtet të lumtur. Shpeshherë dëshirojmë gjërat që duam, jo që na duhen. Dhe këtu është ndryshimi. Pra, edhe nëse duket mundësi e mirë, pyet e veten. Mund të kuptosh se një rrugë që dikur e doje nuk të përfaqëson më. Nuk është humbje të ndryshosh drejtim, kur e kupton se meriton më shumë apo meriton komplet diçka tjetër. Ndërkohë që 5 të Gabrielit, këtu që kam të dashur peshor, tregon se dikush mund të krijojë debat, konkurrencë ose pak tension. Mund të jetë në punë, në familje ose mes miq. Por kjo letër nuk flet për konflikt të madh, flet për zhurmë. Dhe këshilla e qartë, mos harxho energji duke u futur në drama që nuk të përkasin. Ndërsa të tjerët grinden, ti vazhdo punën tënde. S'ka të bëjë asgjë me ty. Ka që thjesht. Pas kësaj, nëse sillesh kështu, vjen 9 të Gabrielit, që kërkon të mos dorëzohesh pikërisht kur je afër rezultatit. Mund të ndihesh e lodhur ose të mendosh se po ecën ngadalë, por në fakt je shumë pranë finishit, të them ashtu, qëllimit. Kjo nuk është java për të hequr dorë, është javë për të bërë edhe një hap. Edhe një hap. Në mes të gjithë kësaj faqe e Rafaelit, që sjell një zhvillim emocional. Për disa peshor mund të jetë një njohje e re, për të tjerë një bisedë sinqert ose një ftesë që nuk e prisnit. Ndërsa nëse je në një lidhje, komunikimi bëhet më i ngrohtë. Nëse je vetëm, dikush mund të ofrohet në mënyrë shumë të natyrshëm. Deri këtu java ka ndërtuar një ritëm të mirë, të dashur peshor, dhe pikërisht atëherë del 10 të Majklit, që mbyll një kapitull. Mund të jetë fundi i një stresi, i një pritje të gjatë, i një zhgënjimi ose një situate që të ka lodhur emocionalisht. Ajo që largohet për të bërë vend për diçka më të mirë, mos u kap pas asaj që po mbyllet. Lerni të ecë gjithçka që mund t'ju shteroj emocionalisht, gjithçka që nuk i jep atë që dëshironit. Sepse pas kësaj mbyllje del 7 Gabrielit, që kërkon të mbrosh zgjedhjet e tua,
të jeni të qëndrueshëm. Mund të mos ketë njerëz që bien dakord me mund të ketë, njerëz që nuk bien dakord me vendimet e tua ose që përpiqen të ndryshojnë mendje, por këtë herë nuk je ai apo ajo që lëkundit letë. Ti e di çfarë do dhe nuk ke pse kërkon mirëtim nga të gjithë. Kjo është ajo qëndrueshmëria. Dhe javën e mbyllim me solution, një zgjidhje. Një nga letrat më të bukura për qetësinë, pas gjithë lëvizjeve dhe vendimeve arrin një ekuilibër. Gjen kompromisin e duhur, zgjidh një keq kuptim ose thjesht kupton se nuk ke pse lufton për çdo betejë. Disa gjëra zgjidhen më mirë me durim se sa me forcën. Të dashur peshor, kjo është një javë ku mundësitë financiare dhe profesionale janë shumë të forta, por suksesi yt do të varet nga aftësia për të mos u shpërqendruar nga dramat e të tjerëve. Një derë hapet, një kapitull mbyllet dhe në fund ndihesh shumë më e lehtësuar apo i lehtësuar. Dashuria sjell një surprizë të këndshme, ndërsa puna dhe financat japin sinjale pozitive. Mos harroni që jo çdo betejë duhet fituar. Ndonjëherë fiton më shumë kur zgjedh paqen. Vazhdo në rrugën tënde dhe lë rezultatet të flasin në vendin tënd apo në vendin e gojës.